Mbi 11 fëmijë kanë humbur jetën gjatë luftës civile në Siri përgjatë këtyre 3 viteve. Qindra janë vënë në shënjestër të snajperave dhe e qelluar prej tyre. Sipas raportit të ardhmet e vjedhura, numri i fshehtë i fëmijëve të vrarë në Siri e organizatës kërkimore të Oxfordit me bazë në Londër, janë kryer ekzekutime dhe tortura në grup edhe ndaj fëmijëve 1 vjeçar. Për të dalë në këto përfundime, organizata shqyrtoi të dhënat prej nisjes së konfliktit në mars të vitit 2011 deri në gusht të këtij viti. Mësohet se shumica e fëmijëve u vran nga bomba apo predha të vendosura në lagjet ku ata jetojnë. Nga 11.420 fëmijë të vrarë nën 17 vjeç, 389 u vran nga snajper. Të paktën 764 u ekzekutuan në grup dhe mbi 100 në moshën 1 vjeçare u torturuan. Djemt kalojnë numrin e vajzave, raporti është 2-1. Djemt nga 13 deri në 17 vjeç kanë qenë në shënjestër të armëve. Numri më i lartë i vrasjeve të fëmijëve ka ndodhur në Alep, ku numërohen 2223 viktima. Të dhënat janë siguruar përmes grupeve të shoqërisë civile siriane. Raporti referohet vrasjeve të viktimave të identifikuara dhe nënvizon se shifrat nuk janë të plota, sepse në disa zona është e pamundur të kalohet. Sipas tij, konflikti në Siri ka patur një efekt katastrofik te fëmijët dhe u bën thirrje të gjitha palëve të heqin dorë nga sulmet që vënë në shënjestër civil, shkolla, spitale apo vende të lutjes. Organizata kërkimore e Oxfordit bën thirrje për mbrojtjen e gazetarëve dhe të gjithë atyre që kontribojnë në regjistrimin e viktimave, duke iu referuar shifrave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mbi 100.000 persona kanë humbur jetën gjatë konfliktit në Siri prej marsit të vitit 2011 kur ai nisi. Mbi 2 milion sirianë u detyruan të braktisin vendin dhe gjysma e tyre besohet se janë fëmijë.